Mirëmbrëma shikues të emisionit Këshia Show, mirë se erdhët në emisionin tuaj dhe tonin Këshia Show. Faleminderit publikut që gjithmonë na mbështesin në numër kaq të madh, por faleminderit edhe këngëtarëve tunë të mrekullueshëm Leonora edhe Leutrem Lozoni sonte kanal me neve bashkë me bendin. Dorë të kitje e modhe për ta se kanal më në rrugë. Faleminderit edhe sponsorëve tonë atyre që e mundsojnë realizimin e këtij emisioni. Ka vëshu sponsorët në emisionin Këshia Show. Nuk e di pse, na shta përshimi shumë. Përveç ujit si bura që tashmë e kem gati se një vit, është një shishe ujë si bura, është një hap drejt jetës së shëndetshme. Me neve sonte e kemi edhe një pije, po është vendur, është prodhim vendur, pije Aronika. Fabrika për prodhimin e pijeve Aronika, që është 100% natyrale. Këtu nuk jam vetëm lëngje, por jam pije shëruese për ju që e dini çka është Aronia, e dini që është me veti shëruese. Ka lloje të ndryshme të Aronisë, e keni edhe si në formë çajit, e keni edhe pije 100% natyrale, gjendet Kosovë, ku pronori Sad Berisha ka orë nga Gjermania dhe ka investu në Kosovë, me lëngjet e tij 100% natyrale. Gjithë ju që dëni me pos si lëngje e gjeni shumë lehtë është në Prizren, në autostradë. Faleminderit shumë, datë vitje e madhe për vëllin vendur. Është Kopjer Computer Center Kosova, që ne ka dhëru këtë laptop të mrekullueshëm. Gjithë ju që dëni me pos një kompjuter apo laptop me çmim shumë të lirë dhe me pajisje me qenë kualitative, edhe me çu gjatë, e gjeni te Kopjer Computer Center Kosova, me lokale fizike gjendet afër stacionit të autobusëve, ndërsa online e gjeni në Instagram me për të njëjtën faqe, dorë të kitje e modhe për ta. Si dhe është Checkor.mk, aparati për montjen e shtypjes, që e gjeni te faqja Checkor.mk, që është veç 10 euro me çmim shumë të lirë. Si dhe për gjithë ju që thoni për na bim flokët, aty gjeni edhe sapunin për romit të flokëve, Checkor.mk në Facebook. Dorë të kitje, sigurisht se jam prodhime vendure. Shikues të dashur, sonte për dallim për emisione të tjera e kam këtu një njeri që përveç se është gazetar, është edhe parti me ata, se më kanë thonë të je me këta. Kur tham me ata, është parti me lëvizjen vetëvenduese, se fundmi ka qenë kandidat për deputet nga radhët e listës GUZA, që është koalicion me vetëvenduesen. Ka qenë më herët zëdhënës i KIK-ut, Korporatës Energjetike të Kosovës. Është motiku gazetar, pothuajse që 20 vite. Kushere, unë menoj që është i Berat Bëzhalës, me neve sonte Viktor Bëzhalë e ftoj me datë të më. Hajde Viktor! Që ke puës të i fundit ke maj miri. Dorë të kitje dhe njerë për Viktor. Hej, me të ka stash kushere i Berat Bëzhalës, ku dush? Si këshi. Vish më shumë kërës da burë. A kina i duhet si për muë? Jo, më qëfar. Për ju Bëzhalë kini kësi për mënej informacione. Tash na Bëzhalë. S'po di termin. Të rruga si me shpejt, faleminderit shumë që erdhe. Faleminderit edhe ju për ftesën. Mire keni nisë fiturën. E përfunduam vitin, realisht. Qa është rryma panole do vërshime, liu qka? Tash vërshimet vinë prej Zotit. Dhe rryma për kujna? Rryma dihet do me thonë kompanit përgjegjëse për furnizimin me energji elektrike. A vjen prej Vukamovicit a kështu? Jo, nuk vjen prej Vukamovicit. Prej Vukamovicit ka ardhë rryma deri në 2021, po mos vjen. Jo, a? Dorë të kitje për Viktorin se e rakom si me shpejt. Thash Viktor Bëzhalë, thash kushereni me shka jemi e Beratin, a jeni kusheria qka? Realisht kemi një origjinë të përbashkët dikun 200 vjeçare, nuk është që kemi ndaj afërsi të madhe gjenetike, pasi që na Bëzhalët nuk është që jena ashtu shumë. Por mendimet e keni krejtë ndryshme politike? Pa diskutim, dhe me thonë, këtë dynjoja duhen më navon herë vllazën, herë djemtagjës, realisht një djalë i Agjës Beratit e ka emrin Viktor, edhe shpesh në përzinë edhe me ta, po pa diskutim që unë i takoj një familje tjetër aty, ai një familje tjetër, edhe na ka kohë që i kemi mendime me dekadan, mendime komplet të ndryshme, qëndrime komplet të ndryshme. E tash ka fundi i Berati pak si ti i ka, se u bu me ledekën një ku. Pa i type nuk i këshyri qëfar mendime që qëndrime shkohaj, unë i kam të mijat. Viktor Amleja, sonte më të falendru publikisht që gjithmonë na kenet gati neve si emision, na ke ndihmu shumë me faqen tonë, se i keni faqe mrekullueshme Kosova ime, edhe me falendru vllahun tan Urimin, unë e kam shumë mek. Faleminderit shumë. Do të kitje për Urim Bëzhalë, faleminderit shumë Urim. Për një që e faqja mirë, po çka aty si neve. Pa e mirë është ajo. Kur tham si neve ditë shumë mirë. Do të thonë ajo është faqe e krijuar për promovimin e vlerave të Kosovës. Po e vërtet. Për atë ka emrin Kosova ime edhe këtu. Edhe e di që i do diasporën shumë, se mirë shumë me ta. Pa diskutim, diaspora është
zemra dhe shpirti i këtij vendi. Diaspora është kontribucja më e madhe në gjitha etapat në për cilat kemi kalu na, domethënë të fillu nga rezidenca paqësore me fundin 3%, atëherë që na mundsoi ne që të qëndrojmë këtu dhe ta bëjmë atë rezistencë, pastaj me fundin vendlinja 3 duke financu luftën, pas luftën na financon gjysmën e buxhetit e gjysmën e aktiviteteve ekonomike, prandaj që është më dashur. Shumë e vërtetë. Do të kike për diasporën të dashur. Unë kam pas kritika ndaj diasporës, pa do kritika kanë qenë dashamirëse, domethënë nuk kanë qenë kritika përçmuese, sikur përdorin disa individ që mund të jenë edhe. Para se me hi tema serioze, deshta më të vetë përzgjedhni me 51% na fitova dhe ajo. 51% pa diskutim që fitova. Po ti si kandidat për deputet? Po shiko, unë e kam shpjegu edhe më herët, unë jam lojtar ekipi, domethënë nëse ekipi jam fiton, atëherë kam fituar normal. E tash çfarë do të thotë aty? Pa diskutim. Aty nuk dihet, a? Po jo thash me s'kam vjedh votat aty jo, por se kishim vjedh kaq shumë. Jo, tash do të thonë mund të jenë. Sa Nikolista kanë vjedh aty? Jo, është margjin gabimi tash disa vota mungojnë, po janë ka kthehen, ka dal. Ja Nikolis. Ka zë drejtë kursit kam vjedh aty. Po, ka aty pak mungesë, tash ky termi vjedh po më duket pak i rënd, pasi që për një moment duhet të vërtetohet. Ta kalon mish që qenë shumë gjatë, nëse s'gaboj me LDK-n ta kalon presidenti Ibrahim Rëgua pak afër butësirë. Shiko, duhet ta sqaroj një herë mirë, domethënë hera parë që unë hy në politikë. Edhe që e më mbështet LDK-n. Jo, asnjëherë. Asnjëherë, domethënë po, unë jam rrugovist, në shpirt kam qenë gjithmonë. Po me parti politike nuk kam flirtu. E zëdhën se i kekut ka, te bursi dhe ka shimi ka, jo ma. Zëdhën se i kekut, unë aty kam shku me konkurs. Konkurs i cili ka qenë atë kohë. Pa konkurua? I asistum, jo kam konkuru, ka qenë konkurs i asistum nga Amerikanë, në thonë nga këshilltarët e USAID-it në atë kohë, dhe qysh në takimin e 2-3 dikun me ta me kryetarët bordit në atë kohë, ka qenë një gazetar, më thonë një themelues media është në atë kohë, kryetari i bordit ka qenë Skender Krasniqi, që është shef pronari i Kosova Presit, edhe unë jo bëjt të qartë që vjen keq, po unë nuk i ndjeki politikat e partive politike, as të qeverisë madje, unë jam zëdhënës i kekut dhe i ndjeki vetëm politikat e kekut. Madje në atë takim, tash nuk e di rastësisht aksidentalisht, nuk di, ka ardhë tek tavolina jonë edhe Hashim Thaçi, kryeministër i aso kohë, dhe unë jo kam bot qartë. Dhe më thonë, unë jam zëdhënës profesional, unë i shërbej menaxhmentit. Atë kam po presion drejt kalza? Atë kam hondush më bo me neve se shkam pashtë? Ka pas presionin atë kohë. Mirë bo një abona qartë. Prej kujt ka pas presionin? Ka pas presionin, dhe më thonë, prej elementeve të PDK-s, normal. Po unë jo abona qartë, dhe dhe më thonë, ajo ishte marrëdhënie që u prish ende panis. Po ju ka orë që ditë që i buzhalve më s'pukon me ta? U prish ende panis, do më thonë edhe thike pike kam pas me ta, tybe edhe atëherë, po kam edhe deklarime publike, po njerëzit tash nuk lëshohen, edhe qysh në atë kohë, do më thonë qysh kur kam qenë zëdhënës. E qka o të boni me që Sovjet, a o morë mësë me posë rrim në halo? Pa e tash unë... A kanë mujtë me ti ke qenë aty zëdhënës? A kanë mujtë me bo diçka, Viktor, që na mos me me të parrim o burë tash në stërëzje? Unë duhet ta shqyrtoj, ta spjegoj rolin e zëdhënësit jo për ty, se ti e di që e din, po për populatën. Zëdhënësi është ai njeri që flet. Po dhe që jep zë. Që jep zë, zëdhën. I jep zë, dhe që aty fillon dhe përfundon kompetenca një zëdhënësi. Do më thonë, zëdhënësi nuk është ai që vendosa më të nëshur rrymen, a më të nërë rrymen, po ishtu në për tavolina për kove ti i keni biseda. A mi zhvillu këtë gjoni kam një edhe fatkesisht më janë vesh përgjithësi cilat nuk më kanë taku asë atëherë, elementar, sonë që 4 vjetë mas nuk jam asë zëdhënës. Do më thonë, nuk më kanë taku asë atëherë, asë sot. Jo, më për të kalëzë që ti personalisht e di që s'ke vje, sonë të aposh edhe kjerën borë. As nuk i ki 1 miliarderën. Jo, nuk i kam. As ki objektonin, po do me thonë, pse, qëllim shumë nuk o regullu diçka në kek? Qëllim shumë nuk o regullu të një që me thonë hajnija sa ma e leta, për shka o burë? 25 vjetë, dyqysh është që divre? Shiko, kjo qeshtje ka njësë, do me thonë, keq prej 99. Realisht ka pas shkatërim të madhë të termocentraleve gjatë vitë 90. Pastaj, nga 99 nuk është menaxhu mirë. Nuk është menaxhu mirë. Filloj pas pavarësisë në 2008 ne, kur futëm një menaxhment i ri, e morëm kompaninë korporatin atë kohë me 90 milion euro të hyra komplet,
pastaj ato për 4 vjet i qumë 220, po nuk vendosshim ku mi qunë ato parë. Vendos këtë politika edhe në atë moment ka shku paralelisht ndërtimi i Kosovës, Kosovës C në atë kohë, erdhen kompanitë më të mëdha edhe këta të PDK-s vendosën mi përzonë. Atë kompani, nuk di, du të mi pyta. Kush konkretisht, se përthojnë po edhe në akuzën e mision? Qeveria, direkt. Do me thonë, qeveria, në momentin që ka ardhë, e ka pas pak pa në nshkru termocentralin, kontratën për 2000 megawatt. E pse termocentral për Viktor? E kish zjedh, përse na ka falë zotit Qëmër, s'na ka falë zotit fort. Qëmër pa, mujna me i bëj me termocentrale? Mujna më hi, atër kishim mujt edhe shumë se ndëgjo. E tash? Edhe tash. Do me thonë, Gjermania i djeg brenda vitit 180 milion ton Qëmër. Linjit. Po flas. Po po devesh në dalë që shto më t'i bërë të isha bardhë. Ndërsa ne i djegim dikun 10 milion. Po po devesh të isha t'i bërë bardhë fëshpesus dhja. E kona erë me që t'i isha dhja. Po Gjermania që logaritën ndër shtetet më të pastra në botë, 18 herë më shumë si na djegë shumër. Po po djega, më qështu se, do me thonë e kona e farë filtra në esan. Filtrat i kemi edhe natë të Kosovës sa i kena të nivellit bashkimit Europian. Realisht, aty ndikim shumë të madhë për vendosin aty në filtra kam edhe vetë. Jalo me hitat të vetit se e morë shumë. Filterat dhe bëjlerat? Jo, me filtera janë morë, me bëjlera janë morë punëtor tjerë. Jo, janë punëtor tjerë. Pëse i ka përmen kuvend nga ne, filterat dhe bëjlerat? Pa e tash është aja rima, e famshme. A keni qëtu ka uza alo ajo? Cilat? Po për shumë 4 vjetë ose 5 ose 6 jenë bon pushtet edhe vrasën e Astrid Dehorit burë se përmeni mu. Po e tash qështja e Astrid Dehorit Albulina Gjiu ka qenë ministre, jenë gjitë djekë burë. Qështje e ndishme, ajo është në sistemin e drejtësis, sistemi i drejtësis dhije që është i pavarën. Dhe thonë, nëse përzijet dikush në sistem drejtësis, me njëherë shkon fjalla deri në Bruxelles. Veç ministra ka drejt me kërku logari? Ashtu me radhë pa diskutim që aja ka dhe kërkon logari, mirë po qështja është të sistemi drejtësis, i cili dihet që nuk është funksional. Po du që është i ko për haloa? Në kuptimin e plot fjales po. E me qkapje, Viktor, që ka në nënkuptoj, me lëshu këta memorion dhe vra? Jo, me qkapje në nënkuptën që vinë dë njerëz dhe dje me vajza treja ose dhe burra e gra pak ma nush. Për shumë vjen Viktori, bonët naj zëvens ministri i trektis industrisë ose kështu të shka, pu? Ta është se di, në ashtë adhe Po jo, po du me thonë që, falë që po të thamë, po du me kalzu që njerës të erimit du të me ordë. Jo, nëse une që tash unë jam i përcaktum, unë jam pjesë e politikës. Absolutisht. Edhe normal që pozitat qeveritare janë pjesë e politikës. Mirë po, ato tjera që kështë të diskutu për qeshtjet drejtësisë e këto gjona, aty duhet jenë profesionist. Mirë po, profesionist me njetë të mirë. Me njetë, edhe njeti është. Që shkojnë edhe njeti, do të më thonë. Njeti për zhvillimin e këti veni, për me që për para këtë veni. E për shambull, kam fitu ko gjithë deputet interesant, për shambull, Donald Lalushi. Për qitë në edhe kam nga Albinit, jam Albini push më qite. Pa, ta shiko, pa diskutim që unë e kam se kuvendin nuk është Akademi e Shkencave. Kuvend duhet të përfaqësohen gjitha halkat e shoqënisë. Pa diskutim që kini emision të Besendina e Donald Lalushi ka thonë, unë s'kam lidhe me politikë. Po mësohet. E dona është pjesë e kulturës. Unë s'kam kontra e Dona, sa e muzikë e mrekullueshme, po të pa diskutim që aja mundet me dhënë kontributin e vetë sa i përket kulturës, dikasirët kulturës. Normal që unë nuk mund të pajtohem, dhe me thonë, s'po du tash me lujtë rolin e humësit ati të dëshkrumë. A pajtohesh e për të ndërpres, a pajtohesh me që debatin që po Adriana Matushi me fitoren tonë, mirë po, pa diskutim që votuesit duhet ta kenë parasysh që kur të votojnë, janë të përvëtu për përfaqësimin e tyre në kuvend. Nuk janë të përvëtu për dikan që i qetë Kong Albinit ose dikan që e shani komandant. Jo, ajo qështje dëshira është personale, dhe me thonë se Albini nuk e ka financuar, qështje asë nuk ka qenë djeni, po pa diskutim që ajo është përceptim dëshirë personale, asaj që ati që e banë. Jo, nuk pajtohna, po votuesit duhet ta kenë parasysh që ku ta votojnë dikant. Nuk janë duke votu dikant për Kong ose për një monolog ose për një kritik që dikush jep dikuj, po janë për me i qu për para shumë procese, shumë segmentet e jetës, cilat kanë ngecë në Kosovë, kanë ecë për para gjatë 4 vjetëve të funit dore në zemër, mirë po kanë nevojë të ecin edhe ma për para, edhe kur ja qesin tikin dikuj aty, duhet me ditë pse.
E mirë, Viktor. Çka ma rregullon jetën që ky që pja çes. A pajtohesh me debatin e oshpër që o kom parazije dhe mama Adriana Matushi e ka pas një gjutë vrash ndaj General Samir Shtokut. Pa e tash të s'ka pas gjumë atletas General Samir Shtoku ndaj Në rregull te po veç aja ka nis. Ndaj kësaj Adrianës. Po veç aja ka nis. Tash kush e nisi e tek. Dëgjysh ju vendosja e poshtë që fiton në votat me Shoh Samin, këti tor me Shoh Samin po e xhabur. Unë nuk e kam shajt pasi që strategjia jame nuk është të me fitu vota për me shajt dikan, po me programe, me projekte konkrete edhe... Samir Shtoku është për mishit edhe për gjokit që kur na u bor. Edhe ato kur ta ofendoj shumë edhe ai ko zemër e ko shpirte. Pa disa njeri më ofendon mu për brenda ditës një 500 vetë. Po që pajtuesh me ofendu general të luftës? Ai kanë vlerat edhe meritat e veta. 500, po pa diskutim. Pa diskutim që na duhet me hek kapelen për secilit ushtar të UÇK-s që ka qenë gjendje me dhon jetën e vet e plotë, edhe e kanë dhon jetën. Ja pajtuesh me gjuhën e Adrianës, me gjuhë që është. Mirë, po nuk pajtona unë me asnjë gjuhë të vrasht, as gjuhën e Samis as të Adrianës. Me asnjë gjuhë nuk pajtona. Se thash, një 500 vetë në ditë... Pa oran me rrit vitë... Një 500 vetë në ditë më shojnë mu me gjuhën ma vëllgore të ndryshme, as një onës për shojnë, as kërkuna nuk pjatej. A oran me fitu vëtë atë e shodi kanë? Pa i tash, se cilë e ka atë strategjinë e vetë me fitu votat, unë besoj që votat duhet mu fitu me projekte, programe konkrete, edhe besoj që fuqishëm që programi i vetë vendosis ka qenë maj miri, edhe për këtë arsye edhe është votu mas shumëti. A e lëm pak fjallën Kongës, Leotrimi dhe Leonora me neve sonë. Faleminderit. Se s'më thire djallë të vi unë me ty, se s'më thire djallë të vi unë me ty, orët m'duken qata kur jam unë pa ty, orët m'duken qata kur jam unë pa ty. Dola në dritare e me dorë s'ma ban, m'kish marrë malli bajs vesh për zanin ta. E dola në dritare e me dorë s'ma ban, m'kish marrë malli bajs vesh për zanin ta. Dashurin ton, kur të dua unë, bota le të flas, ata su pajtuan zotin e ti vras. E kur të dua unë, bota le të flas, ata su pajtuan zotin e ti vras. Hajde të më zgjosh nga gjumi djallë, por sa zvardi dita, por sa zvardi dita, mor djallë. Dal në bache me shetit, me mbledh randa fida, me mbledh randa fida, o djallë. Hajde moj bashe dil njëher, moj lulja e adit, dek të mollës po të pres me shamin e beqarit. Hajde moj bashe dil njëher, moj lulja e adit, dek të mollës po të pres me shamin e beqarit. Rretëm rret vaqës ju solla djali se takova, jo nuk e takova mojina. Prita por më kotë në nhije tek molla, në nhije tek molla ojina. Hajde moj bashe dil njëher, moj lulja e adit, dek të mollës po të pres me shamin e beqarit. Hajde moj bashe dil njëher, moj lulja e
Faleminderit, faleminderit shumë. Faleminderit shumë, Leonorës a Leotrimit atë pëlqyn. Po, shumë mirë. Ka gënu sigur më konë e do në lalush. Tash, se cili e ka atë stilin e vetë të këndimit, s'po du më bo krasim. Nështë ta Albinit i luta me aqit një kongë, tha, që nebra Albinit një kongë, tha, adha në gjallë si kënujmë, Leotrimi më tha. E pse Leotrim? Po jo është edhe pjesë e... Se di, me ndohë me konë më neutral, s'po di tash. Po një me njerës të gjallë, se di. Presu ma vo. Apo do më kandidua? Jo, kur të bosh për mëndure. A këthejme të rrujma, apet? Këthejmi, po. Shama puna shti Vukhamovicit, be? Pse po më thejte këtë rrima aty, s'kam kur gjo me rrima Shka që s'di puna sa vjetë. Vukhamovic, po tash në rikëthyre e duktimet burë. Edhe po është një emision, debat plus, ta ketë, kusti ketë, të nalë një fosë. Një gjasht. A, po ndëgjohem se nuk kemi rrim. Qysh? Albert? Alo, e poshtë jo në rrim a hash. Këtë mundësia kam ja avon e Ka kam qiri. ja, e shka ki shkru në qiri, bur? Qiri numrat e fitores. Në një gjasht, ha? Amo, imagino më paskon që ky Po ti qysh? qiri me ata Mirë më numra mi se tjerë. edhe, po ti qysh? Shumë kja që burë, po ti, a je me vetë vendu se në vlo halo, a shka po api full? Ish desht këjel, me. Legjenda e si. Ish desht me ata numra tjerë. Unala? Me ata numra tjerë, ish desht me morë një kamion qira. Po, Këtë vishë me njasës, s'ka Pas kom nevoj. puni qiri, jo ka puna. Albert falenderoj shumë që edhe, shka po puna pse me qiri burë dhe pse një gjasht? Një gjasht është kjo tash, si metafora që po na përdorin tash. Sa që po kemi reduktime të energjisë elektrike, me njëherë portalet shumëta, grupe... Ja, me njerë për tolet Albert, po dolmin tem. Falenderoj shumë që erdhe. A je shgënim as je burë, drejt kalza? Me? Me këta që fitun, se ti i kemë bështet shumë. Jo, nuk e shgënin si kësha mbështet. Shka bon, e ke ndru, e qitë ju se ne ke pos Albinin. Po, gjithë din që kam qenë për krahas e pandashëm e tandemit, që kemi pritë shumë Albinit të Vjosës, deri në një moment caktun ku vetëm nëse vjen ai momenti që unë nuk dëshiroj marrë kur, nëse vjen edhe momenti ndonjë shkputje mes tyre, atë janë ata në mbarë se cila do të jetë vazhdimësia jeme si Po përket. unë e po që je shgënjy, do me lëshu edhe Kosovën, do me shku në Gjermania, është e vërtet? Po e vërtet është. Pse? Që kujna e shgënjy, por pse me shku një djali i ri si ti, një aktivist i devotshëm i listës Guzë dhe partisë vetëvenduse. Po thamë vetëvenduse përgjithësi se ju koalicionin muzikëshërë, se për me unë aktivist i vurti, besoj e nje. E një më qështë një Albertin, e një, njemi edhe personalisht. Edhe ka shumë popularitet burë, këtë dynjoja nje. Në Po, shtavi që Albinin e dojnë ma fort. Hello. Sadre, nuk më vjen shembull keq me tregu që më do të më largu për shkak gjendjes tonë ekonomike sociale që kam në familje. Po prej se shikus të ndëruar kena pos me bo një historie, në fakt se harrua me përmanë, më falë Albert, edhe kam qenë të shtëpia apo banesa e Albertit të më fushkësu, është kesh me thonë, po më kesh që po të thamë në syve që vërtet jeton në kushte të rënda, të mjerushme. Edhe gjithë ju që e shini këtë emision, ju bëj apel, nëse e doni me pos Albertin për sërin Kosovë, sa të pak kush ka mundësi me ndihmu është mirë. Faleminderit. Ky nuk është djallë që s'punon, Viktor. E di, është që njime, tash që njimi me Po Sadre, Albertin. unë qish me thonë me punën, pra që e kam si burim familje, nga ajo dëshira për me i kontribu, tash në këtë rast po thamë partisë që ka fituar, po lëvizjes vetëvendosje, çdo herë kur ka fushat politike, unë nuk punoj fare. Edhe pak ose ndoj ku me familjen tem. Krejt kohën edhe energjinë çka A kam. je shgënjy me ta, drejt kalza. Qish me thonë, në gjitha partitë politike, unë e vlerësoj se aktivistë devotshëm me apo pa qëllim nga njëherë ndeten jashtë asoj sferës meritokracisë. Pse një pyetje ma thjesht, do më thonë, a ke provu me thjesht që ata që ju keni ndihmuar zi dhe ata kanë qenë telefonin ma zi dhe drejt kalza? Po e them, sepse gjithë më njohin, ata që më kanë Brazil e din që jam shumë i drejt për drejt, edhe
Pas zgjedhjeve, kërkush nuk ma ka kthy asnjë SMS, edhe kjo nuk do të thonë që unë jam i zhgënjur ndoshta në total me lëvizjen e vendosje. Për shembull, nuk e kam bë kur një aktivitet ose një mbështetje me shpresë se do të fitoj diçka. Absolut, edhe kushdo që hen me këtë bindje ka shumë gabim. Se nëse ti do me kontribu për një kauzë. Veç fjalë ti ke kthy, Albert, se po ndërpres domethënë e mbështetjen në një status Lirë Mehmeti, për pora e ke shohur. Ajo nuk ka qenë mbështetje për Lirë Mehmetin, po ka qenë reagim për shkak të një kërcënimi të rëndë, edhe unë jam kundër çdo kërcënimi të tillë, sepse është shumë e dhimbshme në Kosovën, për cilën u dhe shumë gjaku, bo shumë sakrificë me breza, me shekuj, sot në liri, shteti pavarur, për bindje politike, ose për një deklaratë publike, t'ja përmenëm shemë loftë edhe vrasjen, kjo për mu është e përpranueshme. Bravo, Dartë Viti, shumë e mua, bravo. Viktor, çka mendoni për këta? A mendon që duhet me i mbështetë edhe me i përkrau lëvizjave të vendosur tash që është qeveri, paktën me punësim se ky e meriton, jo vetë që është me juve burr. Po jo vetëm Albertin, po do të mbështeten, jam i sigurt në ata, për këtë arsye jam edhe pjesë e asaj liste dhe pjesë e atij koalicioni fitues. Çka kishe më thonë Viktor gjatë të rive që janë zhgënjur? Që po dojmë me lëshu venin burr, te apo që po do me ik. Le të punojmë gjithë së bashku me çu përpara këtë vend. Domethënë dhe vetëm tu e çu përpara këtë vend pa diskutim që rregullohen kushtet për secilën familje. Unë besoj që kushtet sociale në Kosovë 4 vitet e fundit kanë shënuar për parim. Dihen domethënë shifrat çfarë kanë qenë më herët e çfarë janë sot, pa diskutim që kjo nuk mjafton, as në rastin e Albertit dhe në disa tash Alberti po e përkojë shumë. Mirë po, presidentën mirë po, do të ndryshoj gradualisht. Kjo domethënë do të vi, unë ju siguroj që do të vi tu bë edhe më mirë. Se s'po del. Jo më keq, po edhe më mirë, sa i përket presidentes Vjosa Osmani, e dihet domethënë ajo është presidente e koalicionit, e zgjedhur nga koalicioni fitues në 2021-ën, sipas gjitha gjasa do të jetë propozim edhe për një mandat të dytë tash që do të ndodhë në fillim të marsit. Në ajo ofertë mi thonë Donikës për Albertin se qështu njerës kur t'janë zhgënjim i kohë më kallaj. Nuk është puna nuk ka pas një parti mu. Të Alberti nuk është... Me shpritu një parti, shamull gjendjen tem do për me më kopë. Sepse unë pjotam të... Jo, zhgënim në aspektin po më najtë. Dhe gjë, unë gjithë më njojnë për aktivist lëvizjes vetë vendosje. Unë këmë thonë publikisht e thamë dhe thonë të thamë gjithë. Për shambull, 2 parti, të cilat nuk do t'i mbështetësja kur një jetën time, edhe po të ma siguranin jetën edhe për brezat të ashëm të mitit, janë Partia Demokratike e Kosovës edhe AAK-ja. Këto 2 parti, unë besoj që shumë janë duke morë vota në raport me ato që ka meritojnë. Për LDK s'po flasë për shumë gjendën në cilën ka. Çka më këthy Vjosa në LDK? Ka dalë më zëgot? Ndëgjë, unë Jo, e s'po ndëgjoj, me po më këthy Vjosa në LDK. Tash pa më përgjigjem. Unë jam për krahas i fuqishëm i Vjosës edhe Albinit. Ka njerëz si mund me dëshpëru ndoshta për brenda lëvizjes, po asnjëherë nuk do të thotë që nëse ne dëshpërohena me një person për deputet a ministër në lëvizje, kjo me direkt me vak me Albinit. E vërtet, ta veç me Viktorin me kush është në listën guxë kryetare, është Vjosa, është Donika. Se i gjushin disa një kohë një në tjetër. Aty janë 2 bashkë kryetarë, është zonja Donika Gërvala Shvarc dhe zoti Fatën Peci. Fatën Peci o kryetara lo? Bashkë kryetarë. Bashkë kryetara? Po, janë bashkë kryetara. Shko një kryetara? Ashtu funksionon partia Guxa. Do me thonë, s'është një kryetare tjerë dhe në kryetare së kur të tjerë? Dihet, botnisht, do me thonë, ka dhe në kryetar, ka disa në kryetar. Kush është njëni për t'yva jeti? Jo, nuk kam pjesë strukturat partisë ende, pasi që dihet, kam hy vetëm si... Qka po për një me jetë që të Donikës një? A ka që dosje Donika në hogë që shpëthojnë ajo? Ja, qëfar qumi. Ja, nuk duhet të... Pa e kish pason që i kumë qumë një vend? Jo, bre, ajo usqaru, do me thonë, këtë qështje usqaru nuk ka që dosjen Hagë Donika, as nuk e banë. Donika është vajza e një prej herojnëve më të mëdhenj të Kosovës, është vajza e Jusuf Gërvallës, i cili dihet veprimtaria e tij, pastaj është mbesa e Bardash Gërvallës, do më thonë, po flasim për një familje, një prej familje më të patriotike që i ka pas dhe i ka ky vend,
edhe duhet gjithmonë të thirremi në ato vlera e të mos nxjerrim shpica kot vetëm sa për më bë zhurma, klikime të ndryshme apo për më marrë në votë, se nuk i bojmë derë mas pari Kosovës e masanej as familjes Gërvala ashtu me radhë. A ki diçka me thonë për rrymë se veçine me qiri burë stove ku gjo? Pse me qiri një gjashtë? Kështë thonë më herët po më dërprejeve, sora që po kemi reduktime edhe pustimet për rrethën energjisë elektrike dhe kekët, vazhdimisht simpatizues të partive opozitore, po na thojnë edhe herën e 1.600. Ata dhe ku vendosë edhe numrin e 1.600 në qirin të. A ja let i fojnë për shkakun vetëvenduesi që punon në rryma. Thonë e poshtë një emisioni thash më herët Viktorit aty në Kos ishin buke të familjarë. Fojnë kryesor, besoj që kanë ish pushtetet e kalume, po edhe këta partia që unë e përkraje. Nuk janë për mashallah. Jo, nuk po për mashallah, po nuk mund edhe krejt ashtu me ikë forë, se na shqiptarë si zakonisht, çdo herë mundohem me atribu fojnë njëri tjetërt. Asnjëherë nuk qyren me pranuar një pjesë fort. Po fojnë kryesore kanë ata që e kanë shit kekën për një çmim mendej shumë qesharak, 26 milion euro, kur dihet se në tregun ndërkombëtar distribucioni i kekut është vlerësuar me një çmim prej rreth 563 milion. E ta shesash për 26 milion, edhe sa ta ankohesh. Sadri, në Kosovë ekziston një zinxhir i sistemit elektroenergjetik. Edhe të gjitha janë të pavarme, pos keku që është pronë shtetërore, kompani publike, mirë po tjerat, zyra rregullatorit të energjisë elektrike është institucion i pavarur, i themeluar prej Kuvendit Kosovës, e para. Pastaj vije kosti që është prapë funksionon në ombrellën e Kuvendit të Kosovës. Shumë për e keni poni me të qësi kustja, zërëia, kushtaj në rrimë bura për me di. Kompani e rregulluar nga zyra rregullatorit të energjisë. Qashtë e keni bon shumë që e di me ditë ka kush për të nëllë. Është Kedsi, Kesko, Kesko është me pagu. Asnjë nga këto kompani, asnjë nga këto kompani që e nalin drang ose zdrang, nuk janë në ingerencat e qeverisë së Kosovës. Pra po flasim, dy janë kompani shtetërore. Kesko, Kedsi, Qikatezës, plot kanë lënë. Pse kështu? A këtë buhet janë çështo Viktora? Tash e kam kryer për me energjisë. A në depo dyqysh apo kupton burr? Shikoj me këtu këshia show emisioni më thon vetet Alberti, Bledi, kjo është regulativ evropiane. Domethënë ne duhet të ecim në përputhje, në sinkron me Evropën sa i përket çështjes së energjisë, pasi që ndryshe nuk mund të jemi pjesë e tregut evropian. E pse zërëja më na hyp çmimet e kusti, shembull? Po se zërëja ka obligim atë punë. Po, a? Po. E kusti çka ka obligim? Kusti ka ato farë shtylla pensionit të lartë. Po. Ato të mëdha. Keku çka ka obligim? Keku prodhon. E prodhon rrymën. E Kesko? Kesko i furnizon qytetarët me rrymë. Po i merr porët, domethënë. Po, jo merr edhe porët, po. Ta shpjegojmë se unë e di, po ta shpjegojmë. I furnizon, jo dërgon faturat njerëzve edhe. Ke nam keku ti shkojnë kur të ndolet rrymë. Zoti i vrodh kekun, apo ti. Ta shih shtojnë gjithë. Mor mos të më shohin mua për tjerë. Edhe në herë ju bëjmë dije, domethënë për ato të Albertit. Albert, kisha pos dëshirë sonte e di që ke orë se ty dojnë shumë i konë në Shkop e poshtë do foto kishin prit burët pos më konë Albin Kurti. Po, sot kemi qenë fillimisht takim me disa shqiptarë të Shkupit. Po me poshtë me Adini që takusha që ka ma dreqë. Pastaj më njëherë posa postova një foto më lajmëru në disa shqiptarë të Likovës, me lutje me shku atje, pastaj në Slupçane... Jo, në nuk e di se s'pët bëna ambasador deri Albin Kurti. Shumë përdojnë. Që që nga konë të nejtë me një pumë që du të benzinë, vish kur ka orë një unë, tha, ti se dhe tha kusho kë mua. Unë e kisha musafir. A që vëlloj s'me di kusho? Tha Alberti, më tha, dojtë këtë të njoja. Pa diskutim, Alberti është djallë fantastik dhe sigurisht që e pret, besoj që e pret një ardhme e mirë, unë e besoj në Kosovë, e ju në Gjermani, po ta shohim tash. Apel gjithë ju që e shini, veçanërisht ju që e keni votu vetëvenduesen me ndihmu Albertit. Në një forma po tjetër, apo dhe se ja keni bërë moral, ju kështu. Unë isha në Gjermani javën e kalume edhe nëjta me shumë shqiptar atje, edhe pjesa ma madhe këshin merë më këthy Albertina. Në thonë, jo më shku, po më këthy për dojnë ata. Gjda mërgjimtore komendën më këthy, po më varët sa i bohën mundësit apo kushtet, se dëshira për më këthyo gjithmonë, dëshira për më këthyo që shkurt nisën për më shku. Unë besoj, jam optimist që
shumë shpejt, dhe më thonë, ka me fillu trendi negativ që i thejmë na. Dhe më thonë, ma shumë kanë më ardhë se sa kanë më shku. Se hesapi nuk jo qetë. A shkoj me një ndërprerje, falenderojmë shumë Albertin se i kena edhe një surprizë interesante për ty. Vjen dikush për Çavicit. Ja vlan shi në rast se jo. Dhe çiri se në rast nevoje, falenderojmë shumë. Respekt, faleminderit shumë. Do të kite për Albertin. Faleminderit shumë. A ki qef në e kom për Çavicit më ta propon? Po më rëllisht, është një njeri shumë i dashur për gjithë aja audiencë që e ka po edhe e kanë këshyrë, ajo është i dënë shumë kofsht. Dhe është pensioner i Austrijës, është shqiptar i vërtet, për ndryshe e ka shumë të afërt komandant Kapuqin, Muj Krasniqin. Është tepër njëri sinqert, a eftojmë sonte? Eftojmë. Është Ramadan Krasniqi, Bacadan eftojmë, prej Çavicit. Hajde që këtu, hajde. Ma mirë që këtu, hajde Bacadan. Hajde kom Bobi, hajde. Hajde. Hajde të Kauqi. Hajde të Kauqi, hajde, ju e rani vëllohi. Po shazë. Mimë në homi se ile. Kojshia e bëri fort. Që Bacadan? Da të kiti për Bacadan. Me ti pes. Qa kja orë mëra, kja orë me qana? Jo pa qenë nuk shkaj kërkun. Ulli, ane, s'ka problem. Po i kom edhe 2 klyesh për më dhinë A po ata ti bila ata? Po vallaj se s'muj pa. Çon ti bi? Hajde Bobi, hajde se fshin tash ta. Hypi, hop. Hajde marrë hyp. Hajde të këshia, mombër të këshia. Shka ko këtu? Këtu i kom 2 klyesh se i kom zjedë. Tash mos ke provu ata burr, mos e ke gjithë vuat atë Viktori që e kam vjet. Doktori Dimiciel se ai ma ka folë që... A eftojmë më doktorin? Po vallaj mirë. Arsim goshi me neve sonte, hajde. Po qebe. Faleminderit shumë qera. Respekt. Tha i Arsim i shë që ta kesh. Lovë jam. A mu që ta postën cilë halë. Që kjo është arsimi që për me veterinari? Që kjo është Arsim Goshi. Kjo është konë edhe veterani është shlimtar. Veterinar si ka bu vjetë, edhe si vjetë 300 supa. Jo bërvi që të nëllë të në nej. Po, kërë të ide. Heqa, kaj që janë. Hajde Bobi, hajde. Kyshi, hajde. Lejsa të si dolin kur të shuajnë bobën e vetë. Bacadan e ki një histori ka gjithë dëmshme ti? Pështa të Viktor Shlik? Unë e histori dëmshme, unë të si të mshish me qenë, duhet me ditë gjithë kuj duhet mjodhin. E vërtet. E si e përbend doktorin, që kjo konë rrugë në Gjermoni të najteza, as di ku shku, shkova me bo operacion, nuk shku aty, telefonirova, tha drejnë tërstanik se jam në Gjermoni. E me 3 kom. A një në kom se kom mos, a mujna me po për kamerë? Po, jo, a se ko, në kom, heq. Qa. E shkova në tërstanik, thash, koma kajtë e thyjnë e oshnat, e vëqërë konë, me cutë dhe kom rritë. E qështë ka me të Bacadan me dosh ka qëmë këta? Une i du e kom pos një djallë, ka dhe shumë qatë. Shkoj ke shpesh në Kroaci se nonën Kroate ka pos. E mur leukeminë, 13 vjetë. E kur erë në shpinë, spitala, ne ka pos një qenë vogël, u thirë ke fifi që si buje. E shku mu në gruja në spital, Bobi tha pse, a me ke qitë fifit, që ati qenit vogël. Thash që shumë unë du ma fërë që ti jesë, ma fërë që se dënë. Ata e kanë rejnë që i kumë posë 2 djebë me një gru tjetër. Ata vllaznia vishin e morshin në Kroaci, e i kanë thonë, hajde shkojmë Kosovë vishin atje, që ishin në Kroaci. I ka po qetë me përthera, klësht, të i mytë, të i shkel. Bobi tha, pështomi për shok të fifit, klësht. Tha që 300 euro në mujtë tjedon që ato shka i merë, që shtojnë shqypa të. Po. Për thminjë si i mërë. Po. Thash nuk bo lazëm me dhonë. Në krevetish, primariusit e kryt e ka pas kryt për meje. Të më kalzu mu. E ka këthy kryt për i grus, për i nënës vetë, me thonë dishka, në qatë moment i ka dalë shpirë. E të janë i grus i metë marak, shka deshti, me thonë aj asojna. Ka vdik. Ka vdik, djolle, po? Që 4 vjetë në ka vdik. E të janë i gruja shkojnë psihiatri 4 mujtë ditë, e murë. Pse e ki një histori që thu ka pështu qenit diçka? Që kësë jo unë që tu të na me nërme 2 dreni salive. Po? Bubi? Bubi, se do i në grupësit. Shumë kohën.
Ndicën krejt, meta pa kërkon, meta me dyqen, me do thërkaj, bobi kë, edhe sosa kundër zoti me punu, me mytë vetën. Shkova është një, ku shukon Grazë, me shku për Itali, për filla, unë i ullja 200 metra thellë. Po i pa ta thonë i grujet një shuki, milic milion aj, specialës, nuk mujnë më mërnu. Ndicë në krejt, vis me qenë, unë e qenë, pa qenë isha dekë unë, aja tha më së po budal danë. E kishto burit vetë. Një qenë që të ditë do një ku përshkënë. Shkova unë të qaja ura unë ola, ku vija e plot të ura unë ola, në autostrada ishë. E kom lidhë që të bobin, pak me i malë do këtë konë. Për mas, ato se kom morë, kom desë mi thonë, i kom harru, e kom lidhë, ja kom vëllon 3.000 euro në kombi, e kom shkru antroga, që shi thujnë ato për kerë me morë. Kusht e merë bubin, në të shkëtë në tori, në të maru në satu gjallë, i ka 3.000 euro dhe kombin e ka. Kombi me krevet, me uj, me krevet, edhe i më shku të ura, e kom kopat gëllendejen të kësyrë poshtë. E kom kësyrë dhe një herë. Këta, qëshka e ka nëzirë krytë kë. Qëshka piskat kë, e këthej ke bjeshka. Sukur për pora si... jehu në zonë. Po. E më ka kop për komës djast, me dhamë, kë kur mund, ka piskat kupçilës, qatë dit, bërë bobet e kësme, qatë dit i ka hup 2 dhëmqët. Dhe ti s'ke kësy, ha? Edhe unë e këqun, ku me këqy? E kom kop, e kom qelden, i më ronë krevet, tu kojt, tu e dush, që shtu sukur që kje si për rrën, e vishte kom një ndërët, kombi, dana, ma haf, qile, e kom qërë, tha, shka për mjek. Tha, më shumë budol, tha, hajde mas me jetë. A e kish pa di, më të kalzu gruja. Në pumë benzinit, unë alem, e ishin ku 2 mjek aty, e kish pa porosit, e kish pa, e ma dhanë në këcije, ra atyva. E tani, erdha në Kosovë, Elmin KNG. Atë lanë Elmin, qëri. Kërë spitale... Telefone për bandikuj. Qajo punë si u kësëj... Basa dalë me sa për ty për të Jo, mërë në të bonës. Po, do të bëna unë. E, qashtë. Kështë a i vlau, aty e tu folë që shtu, kja 2 vjetë si diqë gruja, e kështë një nipë të vogël, tha valla me mujtë, që të nipë, tha, mi maru di shka. E tani ja u fola unë me tuke, me më kretë... E pse i ki do histori interesant dhe thu, edhe nëse s'kam buk me qitë mishin tem, kome hek? Nuk në zanë e besë kërkush. S'moni me nëzo besë. S'moni me nëzo besë. Që kjo mos me thonë, s'ko jetë mo, mes me hangër që tash. I thomë, hisma një copë mishë, jepin e ki hisma në të njëhet moca. Ose qeni. Nuk menoj 2 herë. Nuk menoj 2 herë. Një kudër që i këshim pasë rrej me... Kudrën e kanë rej, i ka rast të pësky, unë e kumë ngo. A konë me klyshe, ja? Ja gjujt i klysht aty në lëmë, e kumë ngo, unë dime në tu. Po, 80 vjeqa në të njeri, sot nuj, 3 i kumë pështu, 2 ju në shku të poshtë. Edhe e myti... Kumë pose për koj që kur për fëllë që për qenë... Po s'me muj, me... të më falë. Në shqiptar, në tonë shqiptari jemë, kësë ko, gjithë shka po adhe shumica, për një cigare do hënë ditje, me mytë një kudër, me stup s'kry, a ko gjohë ma zi, e i thoi veti, na jem patriota, na jem triman, na i qojnë durët,
E shkajem, kur t'ja mysim fëmin, sukur si na kanë myt ata për të gorë dhe neve ne kanë zerë sët, na ja zerëm sët, i mysim klështi, edhe ata janë fëmin, edhe ata janë fëmin të soj, edhe kjo konë fëmin dikuj me cucë dhe këmë rritë. E pse për një kilë buk e merë klyshin, për ditë më telefonojnë, a ki klysh, të vi për marë. Edhe të nashta telefonojnë. Po e para se me dollë të cima, kushëri kështë e posë muj Krasnicin, a? Muj Krasnicin, po, Bacilili o konë metë. Babën e mujes? Babën e mujes kushëri, po me thonë kushëri për ilnuat se Bacilili në në Arabe ka adaptu nëna jam. Nëna ju te ka adaptu? Nëna jam e ka adaptu. Një herë i thashohë, kështë me subësu i tha se kur ko ishem thejke në Arab, Halil Mulli se për të kohë në lau. E Bacilil është jo shumë patriot. Kur të në desë edhe Bacilil ma holë të unë. Edhe aj kur të në desë mo unë svija të adhe pëse të me. E Viktorin, a ki këshia? Buzhalt, halo poshk, as shnela, krishtlindje, nuk ju në shkuë, pa jau në Facebook, me jau uruë krishtlindje të se poshtë buzhalve të me. Gjithë këmë thonë buzhalve të me. Se ju më rritë me ta, me të geg nika kë nuk e në gjenë ashtë ta gegën, këmë mledhë kumla të babgjyshi Bashurit, se të babgjyshi Beratit, e na jena konë me dek, me drek, me vode, me të pome, na jena konë shqiptarë. Ska posë, për shkajt e këtë, na jena konë si Buzhal, si Ali Kurt, si Dobërdël, të Berishat, na jena konë, kush s'ka mujtë me thonë, kjo katolik, kjo muslimon. Dek, drek, pome, poshtë, bajram. Aja me fjolën pak arsimi se e kena lonë me prit gjatë, arsim, falenderit shumë që erdhe. Falenderit që arsim Goshen nuk është veterinar, po është luftarë dhe shtrisë luftarët Kosovës, unë falenderit shumë që ke gjithë ku e sonte me qenë bashkë me neve. Falenderit për ftesën, ju përgëzoj për emisionin. Të ka përmen shumë Basadan? Po, një 2-3 fjallë nëse më rëshpa. Në Basadan, me të ndrejtën e një që ja 8 muaj, Vacidan është një njeri me më shtyrë, 82 vjeçar, është një dashamir. 82 vjetë? 82 vjetë, është një dashamir që nuk ma merë mendja që ka i falenderoj gjithë dashamir të aktivistat, po kjo është një dashamir i kaurve, kryesisht i qenë dhe moncat pas trehe, është emocionalisht i lidhën me këtë kafsh. Ky banë shmës për të. Edhe para 8 muajve kam ra kontakt me ta, ky leqë është shumë dashamir edhe është emocionalisht, po është edhe një njeri në mërë që shpenzon shumë për këtë kategori, për këtë kafsh, për qenë të rrugës dhe moncat. Dhe mas andej e kena ra në kontakt me një shoqat tani kësë Sadirsu, që i shfryzoj edhe studiin ju të Frymëderaj, janë nga Holanda, Suzës në Berg, janë gjithë nga Holanda me qëtanë që kanë bërë shumë vite në Kosovë për qenë dhe moncat e pastreha. Ata sigurojnë ushqim, neve si veteriner na hjekin shpenzimet për sterilizim dhe kastrim, gjithashtu ju ndihmojnë gjithë aktivist, ndërkohë edhe Bacidan janë të ndihmu, se kjo ka shpenzu shumë. Kamet shpesher të thonë, i kom li të thonë kështu, Viktor, që për shumë mësi le mosa nëse qenin, që me më omër një kime, fëmija, një rritet një qenë. Ja, nuk është e vërteta, ja, se çdo njeri që dënë të ambon një qenë, një mosë në shtëpi, ai do të kujdeset edhe për ta, do të ambon poster. A është e damshme për shumë me një kime? Ja, nuk është e damshme, nuk është e damshme një kime. Rana janë ato që ato janë teori që nuk përputhen me shkencë. Unë këtu nga studia e juve lus gjithë dashamirët e kafshëve, lus institucionet vendore, agjencionin, institucionet komunale që të bojnë pak ma shumë për këtë kategori të qenëve të rrugë. Është një punë që dënë një bashkëpunim dhe mund të kryet që na mas 3 vitet të him në shtetë, sikur në shtetet evropiane, që mos ketë më qenë në rrugë. Të bëhet një bashkëpunim, sterilizim, të na ndihmojnë neve aktivista, ju baj apel edhe kolegëve veterinarëve që shoqata Anikas që nga Holanda, çdo herë kërkon bashkëpunim me veterinarë të komunave, se vetmja është
një grupim i veterinarëve, institucioneve, e aktivistave, me përfundu kjo gjendje e të merushme dhe kjo gjendje shumë e ronë e kafshëve, qenëve dhe mocave të pastreja. Njëtën ku këtu janë rrezik edhe për popullatën, jo çdo herë, po në qoftë se janë ato të uritura, ato mundën me ngacmu ndonjë fëmijë. Viktor, dy fjalë për pasendana për një. Po, pa diskutim që një edhe familjen e ti edhe të ngushtë dhe gjerë, sepse na e në rrit të njëtin fshat, dhe me thonë, I Çabicit po flasim për një fshat që është relativisht i vogël. Po dhe, po për shtë të musën ty I Çabicit. I ka dikon 120 shpi, që aty dikon është edhe, pa diskutim që na njihmi krejtë. Bacendan nuk është që e kam njoft personalisht, po e kam njoft vllazit. Po boj famshëm me ato, nga kthej, je boj... Po, e ku një vëshin nga kthej? Po montojnë gjithçka, se unë ndull një qenë, Po? deshti me mdall në rrugë, edhe unë i përthom një nale, i vështu. Ja, ke thonë nga kthej, iki. Po, iki se e lëshunë. Ta me ke thonë interesant ato. Po, i fërlo, nale, tha se miki, nale, se te tute. I fërslova. E shka me bo? Tash, aty në Çabic, njënë non janë Buzhal, në tjetër non janë Krasnic, edhe aty si lug janë Gasht. Dhe me thonë, të flasim për tri familje. E kishe edhe një histori interesante, kishe diçka pasatan me Milajm Zekën që e thua? Milajm Zeka... është e vërtet që e ka njekë Udba Nikua? Milajm Zekën Udba e Jugoslavisë ka njekë edhe i ka qitë agentat e vetë në granicë, jo në granicë, po 30 km e se njësë filla i ka qunë, për me nëzonë. Më ka thonë i Sloven, Marjan Milic Sloven, Ruju Bacidan, se qëto, për dojnë me bo agentat serbë, me nëzonë Milajm Zekën. Po unë nuk disha ku a Milajm Zeka. E ko halën dhone për Azemin da i Sasane, në gjekë, Azem Goshin, bili profesor. Profesori Azem Poç. Po, profesori Azem, në gjekë mënjer. Edhe më thanë ata. Pas profesor edhe? Po, në Kiev ka mojë më duket. Jo, në mirë. Në shkollë të nesme. Më thanë qështu i qita unë e se të shkullës, kishin një ato mojena aty, në për stacionat trenit, autobus, dhe ne thash në pafshin ajo, vëqë për men në fushën e Kosovës, në lajmëroft në zinë. Po më holla ti sa brija da i sa zem, ato në thirin në Tereze sa se nuk vjen mo të na. O më thani pja më brekëshur për sa vitë qatë moshke lëkim, ku me gjithë, ja kishin padhon numër telefonit e hemë, kur një ditu një shatu mojtë pësim klagën fort, se shkollën teme e kisha aty, edhe sekretarica për më thirë, tha, njo, u ordë më shkru, po s'pëdo më shkru. Hajtë tha se vi, kur erdha një ranat se ke qitë shpin, një shkyn, lëm, kom, t'jasht, krejt, ishe edhe ftoft, tha shikojtje, për t'jollë, hajde, tha jo, alas muj, kojtje, tha i Shqipnis, mrejti. Milaimit, tha. Milaimit, tha jo më Shqipnis, po këtë dres Milaimit, tha ti kojtje, tha shumë jo me Çabicit, po tha di Çabicin. Thash, ku për dit i Çabicin i Shqipnis, për dit Çabicin, thash, më s'ma përzi me kës, po kalëzëm. Tha, në gjazëm Goshin Çabic, thash, po ola ju ka huk bash grusa zemit Sabris, një djali i vlaut, e spedim kuma. Një farmilajm Zeka. Tha, bash unë e jam. E pëse s'pëm kalëzor rejnë si dreqit, e kum morë, kum që në hotel, kum do buk, e mi ka dhonë do letra që që kanë kep, e milicia e Kosovës dhe shqiptore, janë isi pekor shkepit që tu, tha se sa ma shpejt në Kosovë. Me mobilizu. Me mobilizu, se përdojnë me në myqki të ashtrus, se me nërë me thonë, hajdet e kum qitë në tren për vjen, një shuki, i kum bili bash në vjen, i thash qështu bash me fe katolike, është, tha Bacidan me s'ki gojle, s'ma përmene jam se ta një ko se udhëtën në për Serbi. E ka mojtë një muj dit, edhe ka qitë për Suedi. Ja kom që me tren. Milaimi nuk ka rejnë, dikon e kom një e ka qitë udhë ato rrenjën, ku ka dollë Milaim Zeka.
nër me Itali Starvisit, edhe Kranskogorës. Ato e Rokin Alpët e Austrisë, aty sot dhija nuk mund me dalë. Krejt e shkyn, krejt me gjaku kom, me një ranacë. Edhe që ato ja 4 fotografi si i ka dhonë, ja u kum shkjep shqiptarve, po i thesha, po me ti pa në zonë kishin e vranë vend. E kishin vranë, po. Ata e pritëshin për me vra Milen Zekën. E kanë prit për me. Slovent edhe Kroat umnimojshin se i nëzirësha pe Austrisë Jugoslave. E mu i Krasniqi, në qka u konë Marak? Në Pluma. E vërdet, a? Po, Pluma e me... Atë kujtuat në i fjallë që ta ka thonë saj? Mi ka që muja Plumat për një temin, për një farbojren, në Austri edhe më ka thonë, pa që danë mësë mja hup racën, a që shtojnë? Po. Mësë mja hup që të në Pluma, edhe i thejke pa cilil kimja, po sherin ati drejtë, që se Pluma gjitë boni. Po, e për zonë këtë nga ratën, halo Plumat e muj Krasniqit, racën e ti e kom 250 km për i vend banimi tem në Austri. E atutën këta qentë dhe mocat me knum pak Leonora dhe Leotrin? Sa dojnë këta jënë rrit me muzikë. Akse? Moca s'monët se me një... Jo, me takse jonë. Hajde, s'kena për Leonora dhe Leotrimin. Kosova hej, shpirti bona dje, nisët nga poroj hej, trima tanë me flet, o shqipet me dy flet. O gjëmon Kosova hej, gjakun bal në ngriju, nisët për koshare hej, trimuj di Aliu, o trimuj di Aliu. Lam të mirë mojna, e ti bab qerimi, vetë më mësuat si duhet atë dheu, o si baket e betimi. Jam djallë nga Kosova, më ka thirat dheu, vetë atë mja shahri, gjaku i Skënderbeu. Atë që në bot nuk teshta ma shumë se lirim, gjaku i të letë bake drit për shqiptarin. Jam djallë nga Tetova, më ka thirat dheu, vetat e mja shahri, gjaku i Skënderbeu. Atë që në bot nuk teshta ma shumë se lirim, gjaku i të letë bake drit për shqiptarin. Kosova hej, plaga e liris, kthehet nga kosharja hej, lulja e trimnis, oh lulja e trimnis. Bab qerimi është për hej, largo i dhotënatës, mirë se vjen porojo hej, o flamur i babës, e o flamur i babës. Lam të mirë mojna, e ti bab qerimi, vetë më mësuat si duhet atë dheu, o si baket e betimi. Jam djallë nga Kosova, më ka thirat dheu, vetat e mja shahri, gjaku i Skënderbeu. Atë gjën bot nuk deshta ma shumë se lirin, gjaku i të letë bake drit për shqiptarin. Jam djallë nga Tetova, më
ka thirat dheu Vetat e mja shahrit Gjaku i Skënderbeu Atë që në bot nuk deshta Ma shumë se lidin Gjaku i të letë bake drit për shqiptarin Falenderit Tani do me qitë kërsh që aty e sa drisopoj me kompaninë e vetë si mi ka pështu me he. Në falenderua asaj kompani. Ani dhe që falenderua, pëda me Pasha zotën me kërsh të komercicat. Ani dhe hajde, që të që falenderua. Ape zë bobën? Hajde për të të. E pëse pithu bobën? Po qike kam. Po. Shka kom në për thminë, s'kom kërkon, që këtë jolla, që i këtë thminë qështu. Që apë thiri mulla shefshetina, jo po, ja i... Hajde. I bobi re. Bobi jati, ja. Jo, po ti. Se? Jo, që... Ku shkoj bobi, ku pëlle? Bobi, këtu, të thminja jëtë. Këri, hadi ko bobi. Shprazë. Këqëre, shqiptar, këta e kun gjithë para një javë ditën ferra. Këqëre, shka është kënë gabim, një kilu kun, shka është kënë gabim, ja mytë nonën e qenin klysin, bëbi, këtu, e gjunë ferra. A ka kuptim, e tash një e lypë që të klys, veç 2 muj dit me lumë e thmini. Mas 2 mujve e gjonë doktorin rrugë, edhe duhet me morë me që. Tjetëri o vllavi tia? Tjetëri, 2 jatë janë femna. Se na shqiptorët, veç femnat i kemë mërzi. I gjujnë rrugë. Motra u se ullon hiset, klysht femna i gjujnë në rrugë. E kjo, halo gjus kile se ko. Ka kamera pas e tanë, po? Halo gjus kile nuk e ko, edhe e gjujnë rrugë. Mes me ko, Sadri Sopaj, Sora, Aferdita, edhe një është doktor Kalzam Suza. Edhe Suza, që ta klyshishin cëf. Mes me paku Sadri Sopaj me në animu me herë për Sadri Sopaj, bravo. Faleminderit për ti. Faleminderit për vlek, këtë për ti e shumë. E tash, nësë kamera, jo. Jo, është kamera. Ani, që pishti këtu? Hajde, Bobi. Hajde, që këjame. Basa ta nga pulish me unë edhe një mesaj për fund. Po, që vish pishti këta klysht, se... Po. Hajde, Bobi, hina ty, ha? Hajde, ka dole, hajde. Ka dole, mos me shty komen. Mes me posë që doktor, 1.500... Që ke bëbi po drilë t'i shkash, mëse ka zonë rrëjma. Ja, 1.500 e tim. Dresi. Cëlla rrimë. Cëlla rrimë, s'ka rrimë të vërë. Basa ta, që ka ki një mesaj për gjithë ata që mësu prek, që për ata që nuk kanë fëmijë i dojnë kofë, që ka kemi ju thonë? Për ata, si s'kanë fëmijë, a duhet me desh dikon. E vërtet. Unë i du, fëmijën e vllaznive më kanë mjetë pa bobë. I du, por pa kom i desht. Vish me thonë du. Unë ju du, ja ku mblje 2 vekeret, e këjt e din, njën e 33.000, njën 26.000 keret e rejt, bive të lmis, edhe ja ku më folë këjt shka kom. Bravo. E tash, për du me dollë të këta, ne aktivist, si do shtonz, nuk o bolë mis me desht, unë e du qenë e ka lidhë për shtyllës gordit. As mi du këtollë që ka qitë, as miro hia, as miro dili, as miro kështu, edhe ja gjun një gjys buke, gjys sigari ja gjun të ftëft atë mykt. A jon pak, pe du. A i pe mërë që të klysh, pjarun qaj klysh, qaj qeni shorit, të më falë qaj si përmeni qeni në shorit, pjarun 10, pjarun shpin, gjithë notën rinë të të rishta, e shka për bon, u plogë vëlla, para 5 ditë më ka bon vaki, mu ka plogë vëlla du me hup, e që 3 vjetë e moj me buk, unë. E pse më rëvlo për një cigare dohon për hup një qenë për 10 zotë. Në ditje një cigare dohon kështon një qenë. Pjestën e 3 euro, 20 cent, 20 cigara, janë.
Një vek në buk, një qenë i shorit, e mon jetën gjallë. Një vek në buk të Viva Fresh, është 20 cent. E mes me ko, Sadri Sopaj, edhe në për deponia. Emrin e pas ka të mirë. Po sukur ju, se ju i një të mese me emrin Sadri. Po për të thamën e. Shpirt mirë. E ju lutë nga krejt shqiptarve, krejt shkanjën kosovorve, me si hup një qetë për zetë zotit. Jepja një kashore buk, jepja do uj, këqyra ako uj. E Basadana, guxej më të ngucë pak? Shka dush. E me po më konë parti politike, cili kishte me qenë vetë vendosja, cili LDK-ja, cili... Ja, vetë vendosja kom bubin. Se o maj mes min shpiteme. Bube vetë vendosja? Po se maj mes min shpi, e man reglin në shpitur. E president kush është atë të jo? Ja, president e kom tjetër. Ko? Nuk, ja se e du vjosën se na ka pështu. E vërtet. Pse më shtit me politikë me full? Ljumë Kosova si i ka 2 vetë. Kanë? Shkon Gjermoni, shkon Francë, shko ku dush, Apenin shka përthojnë për Albin Kurtin. E me pakon i kes nuk i kish morë 50%. Bravo, e vërtet. Me së munën. E për vjose qka... Vjose asmoni, a jënë të në nëzje shtetet renë, të shku vjose asmoni të full. Gruja e dhe anglishtën e ka kërë shkollën... Tha ishin për vjose si ka raportet mira, mo trompi për ajo renë është, ja, si në gëmë renë. Na shqiptarën në mësu mi mshel, që shë thërë më, stekat e huj, me thera, me hangër bukën tënë, me mojë djertën e huj. Vjosa Osmoni, unë shkapeni, unë ngoj Gjermonë që televizionin, adin... Qka thënë Gjerman për vjusën dhe për Albinin? Vjusa e Albinin Balkan halo sukun, as kanë me ordë si vjusa... E qka me ndojnë Austriak për ta, drejt ka të zase? Austriak, Gjermon, Francez, tonë menujnë për ta, boft gabim shqiptori që tash, mes me aqit vjusës, sukur si ja kanë qitë... Sukur për Albinin, po. Kuna? Sukur Albini që ja kanë qitë vërë? Sukur kisha to Albinit. Sukur Albinit, gabimi ka me ko majmoni. Duhet me votu vjusën, për thua? Duhet me votu vjusën, se vjusa nuk janë njës pej funi mo. Vjusa ordë naltë, tash vishë të i kontrolu, është cili shtet me në përnu, cili shtet me... Shka me bominaton, e din zoja anglishtën, sukur shqypen, tullmas nuk i vynë, për parim ka gjithkon, e pse me nëllë drejtën e saj? E konë të me shtin vend vojsës ti? Kanë e kështë shtin vend vojsës, kërgana? Gjyllin e Sadik Gabelit. Pra, da s'kem ma të mirë se vjosën. Kone ki? Viktor, që këne ka po tit me dy. Jo, po kone kini? Gjomë në një. Po veç aja gjylla që doja nuk është këvend. Ha? Po qasi gjoni, pra. Gjoni qasi, shtini, merë një rrugë. Që e vërtet valoj, teshi qeni. Që teshi qeni. E kodë shumë, unë e keshte, këtë mjek të Kosovës veterinarë të këmë kërku. Zdi ke, këto zdi, thash bërvloj, këni morë këtë shqipni falcë. Kur më thamë do jemi o, dalë, thamë, shko me qenë kërkuan. A më pëgëzuhet edhe këtë kur për lifdan vjusën që që pëgëzuhet? Tak, të citin tavolin, jashtë rylli, dritë, tak, s'ko më problem me qenë. Që kësë u konë në Gjermonin në rrugë, më tha ku më shku... Për Gjermoni se ke prua? Ja, kë u konë në rrugë në Gjermoni, kur u konë ma thujnë e gjëzdoj, edhe më tha shkon të Rstenik, filthës nuk jom këtu, jom në Gjermoni. Që me të gjallë mos. E që Arsimi edhe Viktoris për aprishin? Kuna? Jo prishte, gjonë një. Unë s'pja prishi, ja. Ja, po gjonë një. një. Për aprisha ju? Ose dana? Ja. Qure, për ka të edhe një. Hajde, po. Une jam për jordën rojt në grafës. Drenicës. Hashimin e kom me këtë bëbëshim atje të Kopilici. Unë Hashimin e du apet mas Recep Selimin e kom të motës në të të surë, vëllë të motës basit lillë. O Recepi është dhe më thonë nipi e birë. A ki qef mu liru ata me Basadan? Pa shemnin e Zotit, ja ki qef, visë në të mështin mu në burg, visë në të mikësyrë këtë qef,
sot jom gjallë, unë në shkru në Hamburg e të lëshojnë ata. Bravo! Pa shërë në zërë. Viktara fajtu është e, a kishe vëllë të mu liru? Pa diskutim që kam qef mu liru, nësë kësha pas qef as mu kryu e gjykat keq, e le mu liru ata. Kush qef mu liru luftetarët? Ne në ka shku UÇK-ja në Hag, dhe më thonë nuk janë individ, po janë vetë UÇK-ja që kanë shku atje, edhe normal që... Ushtëria jonë në ka shku në Hag. Ata duhet mu liru sa ma shpejt tjetë Edhe besom pa fajsin e tyre, pa sigurisht. diskutim që po, UÇK-ja ka bo luft shajt, edhe ajo luft është luft e pastërt, luft çlirimtare, edhe pa diskutim që duhet më kryjtë. Bravo. Cim edhe ti sigurisht. Kush të kesh UÇK-n? Kush të shkel gjakin, kombëtar, të herojve tonë, e shkel edhe Biblinë edhe Koranin. Një e njojta. Ajo është një prej padrejtësive më shumë të që ka po. Padrejtësiu ka po. Është gjykata Gjykata e poshtër, Evropa gjithë në ka mashtru. Dhe fund. Shpresojmë se sa më shpejt. Të dalën dhe jemi të bindur që do të vinë sa më shpejt. E këtyre që shrinë, mos me kohë në i vetë vendosje sa shto nuk e kisha eduku. Se të me thonë jo, vetë vendosja dhe kofshti edukon, ja? Na krejti edukujnë, se nuk i kish morë pas 22%. Ja, jo, e vërtetë. Jo, Ja shtuve 1% 51. Qysh? Pa i 51 pik diçka, ta është... Për pak muzikë. Edhe i kom 80 pik diçka, 82 pik diçka, goti 80. Edhe aj, me su gutni tash, me spunëni me... Po përse dhe Sadria për bërkrohë të vëdëzë. Me spunëni, me skujtëni me i nëti. Si ka thonë aj, i sholla 2 lëpë në cofin e ti cofë këshisë edhe një. Punoni për Kosovë. E në për Kosovë është të punu Vjosa Osmani edhe Albin Kurti. Lenet edhe asë një blok që akum në televizor si pëqit një si kum po. Ku ki blokin të në cesaj të punu, 10 vjetë. Ku ki? Se e orë këtu. Mi po së ranë të i kësha bu më dërtesën teme? Po kish dërtesa bolë të në për ta, që shpithojnë ati hapin gjike, tërta mërta, Saudi jemnat. E shka ko Albini? Folni drejt. E ko një banes. E po vis drejt folni paran. Edhe në pos gruja i punën me rrugë të modhe. Edhe a i ka punu. Me su gutni. E me pa kun Hashimi gjallë, të më këthy gjallë, është gjithë. E kisha vëtu Hashimin, që ju thëmë nërsëj. A peti kisha vëtu Hashimin. Po tash në Hag. Basadan, kërë vjen Hashimi, tash a i ka kry proceset, let vjen, let pensionohet para familjes, te familja vetë që aty, let rinë. Ja, dhidë, Basadan po kja vetë, I urej pensionim. Basadan po ma më qenë sëjës, dhidë. I urej pensionim të rahatshëm, ta shka nevoj më nejt me familjen e ti, pak ma gatë. Nuk i dhidë, nuk dhidë shanju. Jo. Halo sporto. Ta shtë shumë, shpresojmë që sa më shpejt do të vinë, ata halo janë më shtre, mundën më merë me politikë. Nuk më lutën po për e marë. Ja, ata s'jame, qëre... Shka se në për më pija? Ja, janë më pi. Ata s'ka nevoj më të lutë, thëjnë. Nime? Ja, ka thonë që s'bon me lutë. Jo, të na, kur dhe mosafiri, shka për auto shdo. Ja, që për pora e ki, më nëshme morë burë, për që ta e kena lonë. Këtu janë me adetit të reja, vëcidan, ato janë konë më të vjetra. Unë bërë me të vjetra, se me s'me konë adeti vjetër, unë e ju më rritë me boglat lovë, unë ju më rritë qëre ku e kom mocën, që e kom qenin. Ishala more zëtë Tuk nga kaftu kjo dhe... Ishala more zëtë qatë ditë si s'muj mi u qitë, i qëtë ti, e mu ma morë zëtë i shpirë. Ishtë dreqën pasi dana që ku e morë matë mire, në pshe, 100% në të role klap e kopi. Ishala more zëtë këtë popël i kthe zëti. Ishala more zëtë me stëllohen hëgjëllartë, një hëgjë, Kryzi është gjevoti edhe një nobilisht. Kryzi e përshëndes me shumë. E përshëndeti, ajo për mu hëgjë nuk marra pyka. A di shkan pykat? Na boj ke leck, kusht jepet për ka orë që shtu, ato pykat, të shtina me veti, shqiptarët. E unë vitë që ta dy hëgjë, i shala nuk na marrojnë pyka me na donër me veti. As pantol shkurt, as ata hëgjëlartë, ja më se moj se haram, kur më ka thonë një thmin Lipjan, basta i këtha se haram në ka thonë hoxha o qeni mu ros ngatë. Pyka me sileni me maru, rininja me silon pyka me maru e gjëllartë. Pse përve që gjëllartë për kesh? Për qëre, për kujtër, si më vje mora priftat,
Hec priftat nuk I keshi. Se hajt ka përceje. Unë vlau, ne kom cu mas parin kish pej lufte. Qka hajt ka përceje? Ka përceje granicën. Mas u gut. Mas pori, Sadri. Mas pori. Shkojnë kish. Ju një mo kisha shqiptare. Unë kom cu qëtë në menzën kënë gje mirë hetën. Edhe nuk desha me ditë si e kom vla. Ja kom gju një djallit brrr. 2 motrat nerit. E muren në kish. Tha pse pja gju në vla. Gjermonqës, se dishin qka jam. Tha shpja gjuj, se më shkave. Tha me se gjuj, kjo I këpej lufte, kjo qështu, tha pse. Tha pse I Kosovë, sa është, tha u I këpej lufte. Tha shë dhonjëm I Kosovë. Tha na jem shqiptare të Gjakovës. Ja I disen ka vetin, ja për më buhet. E në altash, e morat një tonës Macedonisë, këta, nuk jënë. E qova në gjamin, filla 7 gjamija jënë paminore të lifore. Vishë shqiptarët s'ka në gjamin. Aj, Kardash tha, hiç mu piktuj. Tha sa I një mënë bërë gjamija dishka. Ja, tha gjamija, sa terrorista më në prunë këtu. A more vesh, nuk e më kunë në gjëllarve. Nuk e më kunë në gjë. Pse, a je kunë ati lesk ma bëjke. A je kunë ati me thonë, Skënderbevo qenë. Kontorit, matporit, me thonë, ajo ko qenë, ajo ko leck, flamuri junë, flamuri I gjokit, me stryll del gjak, tu strive, tu që kos, që ku kundë koshare, me stryll flamurin e kush të thot, I del gjoki, e një hoqë bërlogi, me në bon leck. Bacadan, nuk është mirë me I përgjithsu gjonat... Jetona, thash jetona është. Ka edhe anej edhe knej telefore. Unë halo nuk shkoj të priftat, unë kom dëbërdel priftin. Halo se kom një gjatë të thonë. Po tash... As gjëvotin, për thonë me gjëvotin. Gjëvotin s'ka maj mirë. Po, respekt për gjëvotin që e një edhe unë sot janë shtonë atje. Edhe për qenëve kohët, dhe me thonë edhe qenë të mirë, qenë të këshë. Kona një që mund më të kicë. Ja, më në qohë. Belja I bubi ja nisi me knu. Ju falenderim shumë që ishë cim. Falenderim. Falenderim shumë. Po, falenderim Basadan. Respekt ishte këtë. Më fillënëni si thash. Jo, Simo, falenderim shumë. Falenderim. Ju përgëzoj për emision. Falenderim shumë. Këtë me to, hajde. Du me folë se me kënus muj, jo zgisht ato su po I duj. Me kënus muj me vajt uzdi, por po I plas 2 fjallë për ty. Veç për ty Kosovë të nike, e për ty Drenit, oj Drenit Kreshnike. Tu kanë drysh, se shumë ljule ona u kanë vysh. Kanë gëntone moj qifteni, gjaku e loti jo e kanë dy. Se na shkone zani as mu as ty, po se zemrat na u kanë ty. Po së mund përripa I tane 2 fjall, për Drenicën e po. Po si po I bane bale. Pasha qak që mori bal,
Pasha kongën e kosovare që na I vlon zemrat më zjare Pasha të gjak e pasha të lot Kapre kazi po Oh more trima plote Këma I mrami shkot me I veshkinat në zi Leti kjojnë more po Oh, borët në Serbije Faleminderit Faleminderit shumë. Leonora, lëzoni me këtë atmosferë të mrekullueshme që e krija. Apo të pëlqejnë këngëtorët sonte? Shumë mirë, shumë mirë. Bravo, komplimente. Enkas për ty, kanor Pislori. Faleminderit shumë për këtë A kalojmë në një moment pak më serioz, Viktor, për vrasjet e pas luftës. Shpesh herë në studion tim e flitet, veçanërisht për eksponente LDK-s. Çka mendon ju? Pa shiko, tash dy nga ata që janë vrarë, unë I kam pas miq, I kam pas koleg, kam punu me ta gjatë rrugtimit tim gazetari, ka qenë Bekim Kastrati dhe Bardhi Lajeti. Bardhin, ata që më kanë njoftë kohë gjatë e dinë që unë kam qenë shok I ngushtë me ta, pa diskutim që ato vrasje në konë njolla jonë e zezë. Dhe me thonë, ajë rrugtimi jonë pas lufte ka fillu me atë proces të shëmtuar, atë proces shokues që I ka shoku komplet publikun, opinionin kosovar dhe pa diskutim që nuk do duhet të ndote. Si na ka ndodhë këto, tash ajo është vazhdon të mbetet një mister. Kush dhe çka ka ndodhë, normal që duhet të zbardhen dhe secila vrasje duhet të zbardhet pasi që po flasim për një drejtësi të munguar. Po çfarë mendoni që janë përdorur shpesh herë për pojena politik, për shembull vrasjet e pas luftës? Nuk do doja të komentoja në aspektin politik fare, pasi që është komentuar mjaft. Është komentuar mjaft, është përdorur, është fakt që janë përdorur edhe për pojena politik anej e knej. Unë nuk do doja të nëshohesh në ato komente, pasi që duhet drejtësia të thot fjalën e vet në këtë rast, nuk e ka thonë fatkeqësisht. Ende mirë, po duhet merremi seriozisht me vetveten. Kush mendon që ka gjesht sipas teje? Nuk kam ndonjë koment, ndonjë perceptim këtë rast, nuk e di. Se shpesh herë për shembull të nën studion time këtu ja gjuaj fojë një, po të këja jo. Unë nuk do t'ja gjuaja askujt, nuk do t'ja gjuaja askujt. Kjo nuk është çështje politike, kjo është çështje drejtësisë. Duhet drejtësia këtu, të thotë. A mendon që mund të ketë gisht udhba serbe? Nuk e di, edhe mund të ketë, pasi që nuk është qëllimi I udhbës, nuk ka qenë që ne të jemi të bashkuar, po të jemi sa më të përshtatshëm. Mirë, po unë nuk mund të komentoj këtu as të jalon fojnë ati, as këti, as udhbës, as askuje, është drejtësia ajo që duhet të thotë fjalën e vet, dhe fatkeqësisht po përsëris disa nuk e ka thonë. Viktor, për fond faleminderit shumë që erdhe, po në dy fjalë kemi thonë për emisionin tonë. Me kallëzu njerëzve që na sjem veç në janë shumë. A je I listës Guxabur, atëherë? Po, jam I listës Guxabur. Realisht po në listë vetëvendosjes, jo, s'm rrehe kushtu. Po Sandria kundra vetëvendosjes, po më kuptoj burr, a jam kundra? Jo, absolutisht jo. Do të më kallëzu shikuesve dhe publikut edhe audiencës që na ndjekin edhe neve edhe mua edhe ty veçanërisht. Te Kosova ime që na gjithmonë do të më pas rolin e opozitës, a është kështu? Bëre mu duket edhe rusi vetëvendosjes dhe. Jo, Rusian po... Kthejna ka dalë. Ja, dhe Rusian po është problemi që kur s'ka që ka me kritiku, s'ka bur.
Ja, pa diskutim, qa dhe me Edhe pse gazetaria domethënë do të më qenë gjithmonë opozita, është ashtu. Me fakt rolin e opozitës me pas. Pa diskutim, realisht unë mendoj që gazetaria duhet jetë objektive, pa diskutim që duhet jetë. A ka filluar një fushat, apo mendon që ka fushat tegër kundra media kryeministri Kurti? Jo, nuk e besoj. Realisht një pjesë e caktuar e mediave kanë qenë jashtëzakonisht agresive prej ditës parë kur Albin Kurti është zgjedhur. Jo, nuk mi cek. Nuk du mi cek pasi që i kanë kolegë. Njëna klanët ju kanë gjujtë shumë. Unë nuk përdori terma pejorativ për media, për asnjë media, pasi që i respektoj të gjitha. Mirë po, gjuha e disa gazetarëve, e disa mediave, e disa analistëve, opinionistëve, ti quajmë çka dush, ka qenë vërtet vandale, vërtet e ashpër, e papranueshme dhe duhet të ndryshoj se nuk i ka bën nder as gazetarisë, as gazetarëve, as opinionit publik, as askujt. Po që me kërcënon sigur lirimin s'ban bor. Jo, pa diskutim që nuk ban. Ajo është kërcënim shokues. Domethënë na plumat e deshmi harxhu në qeshorin e 99-ës edhe masani më vazhdu jetën normal me ndërtu këtë shtetë tonin që e këna pas gjymtu me të sakatum të anë. Shumë e vërdet. E për fond që shpojet, a i ke po votat, a ti kam vjela ju? Jo, për pak së mujta mi bo, po që me votash. A është e vërdet? Shumë e për sa, për shambull, për sa vota? Pa e tash se di, tash ku të konstituohet qeveria, lirohen të vende aty. Viktor, që ti punë është të vota, jo me që si vota, që siguru një uqë në kuvend. Faleminderit shumë, respekt. Kush jeti tash të spediune. Unë jam një deputet që konkuru me votat vjata e këmë zonë një vend atje. Cëllës parti? Partijës fituse. Në më vetëvendosë, s'ko ka vërë. Edhe zakonisht vetëvendosë asë që ka vjedhë, po... Ja, kësë. Se najna fitus në vjedhje. Në vjedhje, ja, tash. Ja, kada, se po më nëjnë që unë e kom shtinja, se... Ullu të lukë, ja, dush me hek, moskën me kalzu kush je. Gom, ti mu një kush jam një deputet, që se dërën tjera hek i moskën. Kur më të javën tjetër? Kur dush, në tjetër. A është e vërtet që je? Po, 100%. Tash në deputet të bon, hajde për hajde në kohë. Faleminderit shumë, respekt. Viktor tha që do javën tjetër thërë me eki Moskën të kalzoj kush je. Okej, janë shumë mirë. Do me thonë, punë për bona deputete, tash... Tash, para mëra më për shemull dhe kush i PDK-s për shemull musafer javën që vjen, thujnë qaj kë ka konë. Zdion, se i denë se kam. Jo, bu. Faleminderit shumë, Viktor Qeshe. Faleminderit shumë për votat e kërgjema. Respekt. Faleminderit Leonorës a Leotrën Lozonët bashkë me bendin, faleminderit Basidan, Albert Shabonit që ta bone këtë surprizë. Ta shkujmë që qiri, a pëshim? Po, tash në një qiri këto, a pëshet, dhe me thonë, më paskon e cekon, më paskon ata numra tjerë, ishtë desh një vagan qira atë. Natën e mirë, themi shikues se ka që të person të shimi javë tjera. Faleminderit shumë.